dosje. A është emër i pranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës, dikush që vjen nga familja që është familja më emblematike në Kosovë, flas për familjen Jashari? Nuk dëshiroj, s'kum fol as atëherë, as sot, me fol pa ndodhur ngjarje. Më thonë është familje me shumë kontribute, gjithë e dim, flasëm me respektin më të madh. Çka do që të bojmë në kusht ekuivalente e asoj na çka kanë dhënë këta për vendin, dhe gjithmonë për familjen Jashari flas me kujdes dhe nuk flas para kohe. Nuk flas para kohe për shkak se kam respekt, e ruaj vlerësimin më të lartë, e ruaj dinjitetin e familjes, gjitha çështjet që lidhen me familjen, dhe është rast tjetër në raport me gjitha rastet tjera. Po, deri sot vjen zyrtarisht në kuvend me nënshkrime çfarë do kandidati apo kandidate na flasë në mënyrë hipotetike. Deri me tani, unë nuk pas ndonjë bisedë drejt për drejt, dhe nuk di, dhe nuk jam një informacion të sakt se cili është pozicioni tyre në raport me këtë çështje. A keni ndonjë preferencë, zotri Hamza, si subjekt politik, që duke pas parasysh që po flasim për 3 alternativa. O shkojmë në zgjedhje, o do të ketë marrëveshje politike me një subjekt politik, o do të ketë një konsenzus të gjerë në mesin e subjekteve politike shqiptare për një kandidat të vetëm, që do duaj formalisht të përmbushet ai kriteri që është në kushtetutë që të ketë edhe një kundërkandidat, që e dim se si përmbushet kjo. Megjithatë, më intereson nëse ka të preferuar Partia Demokratike e Kosovës ndonjë kandidat. Është përmendur emri i Bashkim Jasharit. Po pyes, nëse mund të jetë alternativ për çka PDK-ja, duke pas parasysh. Ja nuk hijon aty në mes familjes, aty ka njerëz me vlera, i respektoj gjithë, i njoh gjithë personalisht, dhe nuk shohna në emra të përveçshëm. Nuk mundon me thona do t'jetë Bashkimia, do t'jetë Moratja, do t'jetë Bekimia, po flas. A ka ndonjë kandidat Partia Demokratike do të ishte i pranueshëm në konsenzus të gjatë? Sigurisht se ka. Mund të flasim për emrat përveçëm? Nuk më me fol në mënyrë hipotetike për shkak se e thash vlerësimeve që i kam dhe pres që të ketë konkrete, dhe kur të ketë konkrete sigurisht ne do t'i bëjmë veprimet pa u vonu dhe në kohë. Zotri Hamza, ekziston edhe një alternativë. Alternativa e një kandidati që mund të nxjerrin subjektet opozitare në raport me numrat, në raport me nënshkrimet, në raport me fuqinë politike që e keni. 30 nënshkrime duhen. Sikur të bëheshit bashk me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, do të siguronit 43 deputet, 43 nënshkrime. A ka pasur një takim mes opozitës, mes liderëve të partive opozitare në mënyrë që të shkohet me një kandidat në rast se vjen puna që të ketë lëvizja vetëvendosjen e kandidatit? Po situata është e kristalt. Lëvizja vetëvendosje vetëm nuk mund të zgjedh presidentin. Mundet me zgjedh presidentin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Me Partinë Demokratike të Kosovës ka më shumë alternativa. Ndërsa partitë që jemi në opozit nuk mundë me zgjedh presidentin pa lëvizje vetëvendosje. Do të thonë